Globalizmi të nxjerrë zhveshur komplet. Ty të thot do të thonë që ti s'do mendosh nga e ke preardhjen, nuk do duhet të dish historinë tënde. Nuk do të ekzistojë flamuri jot, herojnë të tu, identiteti jot. Neve po harruam atë që kishim dje, po humbëm gjurmët e historisë edhe të kujtesës, ne automatikisht humbasim identitetin. Edhe s'ka si gjë të keq që thua jam shqiptar alla. Ndihesh krenar për shtëpinë tënde që i banori këtij vendi këtu. Vërtet do të dalësh atje jashtë, nuk po themi që do izolohesh, po edhe shtëpia duhet të ruaj, duhet të mbrojtur. Sepse aty erdhën këtë jetë, aty nise. Do të thotë ti i bie pastaj të humbash çdo gjurmë, çdo histori, çdo të shkuarën tënde, edhe ti pastaj je kështu në ajër komplet. Je i komandueshëm, i menaxhueshëm, i manipulueshëm, çdo që thotë ai tjetri ti e pranon sepse s'ke identitet. Nuk ke, e kthen kokën mbrapa dhe nuk shikon ç'a rrugë ke bërë. Neve kemi qenë si shqiptar, kemi qenë diku te 500 e ca vjet në influencën otomane. Pastaj erdhi në 1912 erdhi pavarësia, edhe pastaj erdhi komunizmi. Pas komunizmit erdhi demokracia. Erdhi Amerika, po. Erdhi demokracia, mund ta quajmë, edhe tani ne ndodheshim në mes të një situate. Dhe kjo situatë tani neve, duke qenë se ishim në ndikimin otoman, ne nuk na pranoi Europa, domethënë, i bie që kjo kulturë që neve patëm, ne na pengoi që të ecnim përpara. Tani kalojmë përtej, neve kemi Gjergj Kastriotin si heroin ton, po duke qenë se kemi një përqindje të caktuar në vendin ton që kam besim tjetër, që shkon ndesh me heroin ton, edhe i bie që vlerat, ato që ti na njëri qon vlera, ato e disa njerëz kanë vdekur në emër të atyre vlerave, edhe vazhdojnë edhe vdesin. Kot kanë vdekur ata i bie domethënë. Po tani ai në fund është një njeri që vdes, edhe të vdesësh për një koncept, të vdesin për një gjë që ja vlen, ose të vdesësh për një qëllim. Jo, ajo është një diçka që ti e ke krijuar. A shuajnë vlerat nga globalizmi, Alex? A shuajnë vlerat? Globalizmi është fadron që i shëshon të gjitha. Ke parasysh kur hudhen atë ziftin atë që vjen ajo pastaj dhe e shtron, atë bën globalizmi. Atë që se bëri komunizmi dhe regjimet diktatoriale, do ta bëj tani globalizmi që është diktaturë globale. Tani do të sjell një fakt. Jo shumë i këndshëm është ky, po sumuret vjerri i një shoku tim, po për fat mirë vajza e tij kishte bërë dokumentat në Itali. Edhe shkon në Itali, kurohet, sot është ndoshta mirë, po shet lapsat e kancelaria e këtij shoku tim. Sumuret baba im, nuk kishte dokumenta, kishim lek, kishim çdo lloj gjëje, nuk jeton më sot. Domethënë, ja ku ndasit neve na lan pa baba. Si, ku ishte lidhja me këtë, se kuptoj? Këtu ishte lidhja sepse ai kishte dokumenta italiane dhe shteti italian hodhi 1.8 milion euro për të edhe e shëroi. Kurse baba im nuk i kishte dokumentat. Baba im jetonte në një shtet ku nuk hedh gjë shteti për të. Në qoftë se do ishim në globalizëm, baba im mund të ishte këtu me ne. Ti çfarë do i bënte? Do sensibilizohesh më shumë? Absolutisht, mjekësia në Itali nuk është njësoj, apo ngriheni ju në protestë për mjekësinë për gjërat? Tani ju, o e doni mjekësinë këtu si gjithë Europa, nuk bëhet vëlla mjekësia në Shqipëri si gjithë Europa, kështu që të fusim Shqipërinë në Europë, edhe të kemi mundësi të ikim te spitali italianit, të ikim te spitali gjermanit. Po pikërisht se ti ndjek ato vlerat e tua, ai nuk të thotë, unë me vlerat e tua nuk të fus ty në spitalin tim, sepse unë kam vlerat e tjera. Ja ku vlerat shfarrosin njerëz në mënyrë indirekte. Ato vlerat na kanë mbajtur deri më sot që neve themi që jemi shqiptarë. Se po e humbëm këtë identitet, pastaj na rroft Europa dhe globalizmi. Por ti mund të jesh brenda një planeti, ti mund të identifikohesh si popullsi shqiptare, por nuk ke pse të vësh kufi. Ti mund ta rush kulturën tënde, mund t'i rush pëlqimet e tua, muzikën që bën, nuk po të thot njëri ty të bëhemi të gjithë një kulturë. Ne globalizmi fillon me disa hapa, fillon duke hequr kufit. Heqja e kufive. Për shembull, ne jemi shqiptar, po kur hym në BE ne bëhemi europian. Dhe kur ne jemi europian, ai nuk është se të thot moho faktin tani që je shqiptar, ti prap shqiptar do jesh, po do kesh akses në spitale, vëlla. Do kesh akses në
vendet civilizuara do kesh akses në biblioteka, do kesh akses në vende pune ku merr 12.000 euro në muaj, do kesh më shumë aksese. Paraja që globalizmi na sjell më shumë përparësi. Na jep aksese, do më thënë që ne nuk i kemi, që gardhimet nuk na i lejojnë. Tani pse neve, unë, si krishter, pse duhet të vdes këtu, sepse Europa thot që ju në Shqipëri jeni majoritet muslimane dhe ne nuk ju duam. Se kjo është, ne duhet hynim si Kroacia, që është 95 në Europë. Ato janë justifikime që nuk na fusin, se nuk është se jemi majoritet. majoritet. Është fakt ajo. S'duan të na fusin sepse i bie pastaj që gjithë vendet anëtare të na japin neve para pafund. Me ato vjedhjet që na kanë bërë. Janë arsye të tjera që s'futën në Europë. Ka pasur plot shtete që kanë hyrë kanë hyrë bullgarët, kanë hyrë rumunët, e kupton. Globalizëm është dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Globalizëm është dhe Bashkimi Evropian. Tani këta duhet të bashkojnë gjithë planetin, ta vendosin një aty, një qendër që do vendosi për gjithçka, një ushtri, një monedhë, një president, një. Edhe do kesh të zgjedhë liria. Ne jetojmë në Shqipëri, e di ti që humbet lirinë. E di sa përqind ka shqiptar në Shqipëri? E ke vrarë në një mendjen, e ke ngritë të pyetje. Unë me mendjen time mendoj që 30% e shqiptarëve janë në Shqipëri janë shqiptar. Pjesa tjetër janë komunitete të tjera. Ne këtu kemi komunitetin kosovar, kemi komunitetin bosnjak, kemi komunitetin rom, kemi, nuk e di si mund t'i themi, xingaro, i thonë ata se tani mos mbiem në konflikt. Ka një shprehje më intelektuale për komunitetin arigjinë. Si thuajnë ndryshe ata? Se se kemi disa komunitete? Po kemi shumë komunitete, kemi bullgarët, do me thënë kemi komunitetin, kemi këta vorjo e periotët, e kupton, kemi shumë komunitet dhe prapë dhe brenda Shqipërisë neve kemi shumë dasi. Kemi flamurin e Kosovës, si mund të bëjmë një analizë, është harta e Kosovës, e janë 5 apo 6 ylla. 6 ylla. 6 ylla janë një yll për çdo komunitet. Ja ku në Kosovë nuk janë shqiptar. Janë 6 komunitete të ndryshme në Kosovë. Vetëm në një shtet ke 6 komunitete, ke serbe, dreqe shejtane, fut. Ama nëse këto janë lojrat e perëndimore të Amerikës, po. Janë fakt ato, vlla, unë jam rritur mes çamve. Kam pas bler biçiklet kur isha i vogël te Arigjin në Fier, sepse ata kishin lidhje me grekët. E kupton, kam pas shok çoban. Kam pas shok kuksian, por nëse kuksianët kanë qenë migrimi i brendshëm kur u bë hidrocentrali Kuksit i sollën në Fier. Domethënë Fieri ka 5 komunitete, vlla. Një qytet me 5 komunitete të ndryshme. I pari fare që përmendi këtë termin rendiri botror, se njëta gjë është. Jo,